Euforia e derbit lokal Gjilani Drita ka kohë që ka filluar të manifestohet nëpër kuloret e ndryshme në vetë qytetin e Gjilanit e Mëxher. Në prag të kësaj sfide të shumë pritur, opinionet e qytetarëve janë nga më të ndryshmet. Disa besojnë se Gjilani do të dalë fitues nga kjo përballje emocionuese, kurse të tjerët shpresojnë se kësaj radhe fitores do t'i gëzohet skuadra e Dritës së përforcuar. Për Dritën. Për Dritën. Për Gjilanin. Për Dritën. Po Drita gjithë fiton ajo. Sa është më e fortë në Kosovë. A ka më kont. Ma shumë për Dritën, po. Unë për Dritën, jo. Ama kus ka me fitu? Drita, sigur Drita. Shka me pasën? A? Gjilani është më e fortë, në tapet klasifikimit. Nuk ka lidhje në transferet e reja. Një farë lojë më të mire kun po me besën, besoj që ka me fitu. Për kraja tifozave është 2 herë më e madhe e intelektuale se skiftera. Besoj që kam indiku shumë edhe në psikik lojtarë. Pavarësisht vëmendjes së shtuar të tifozërisë, ka nga ata që nuk janë në dieni se starti i edicionit pranveror të Valës Superligës do të hapet pikërisht me derbin e madh lokal Gjilani Drita. Në mesin e tifozëve të shumt janë edhe kolegët e profesionit, avokatët Masar Morina e Abdullah Ismaili, të cilët janë të ndarë në 2 tabore kur bëhet fjalë për futboll, njëri për Dritën, tjetri për Gjilanin. Ata madje konkurrencën e fushës së Gjelbërt e transferojnë në një rrafsh tjetër, në relacionin ka të ndarë qytetar dhe tendencën e vënjes në spikom të primatit të klubit të qytetit. Valla, ndëgjo, unë jetoj ka herë këtu në Gjilan, prandaj jam me të parin me Dritën, edhe dëshira e me është në Drita, mirë po dhe Gjilani nuk e urrej, e duhet dhe Gjilani, por Dritën e kom njëshi. Me rëndësi është sport, me rëndësi o rival qytetit, edhe nuk është mirë që me qenë veç simpatizant të njënës apo tjetërës. Ne jemi shok shumë të ngusht me këte, unë jam për Gjilanin e ky për Dritën, po Gjilani dhe Drita janë Gjilanit. A e dikush problemi, se jenën tash në luft qyteti me katune, se kë ma katunar se unë është. Mirë për nëse nisësh për gjenezës, unë nuk kom panë këtu qytetarë që janë të rrojës, po e ka lozën kështu. Ma hi, këtë shaka ishte kjo. Ndërkohë që opinionet e qytetarëve janë të ndryshme, një gjë është më së e sigurt. Derbi lokal Gjilani Drita do të dëshmojë edhe një herë primatin e derbit të futbollit të Vala Superligës së Kosovës në futboll. Pavarësisht opinioneve të ndryshme mes tifozërisë, derbi Gjilani Drita me të drejtë vlerësohet njëri nga derbit më të mëdhenj të futbollit në hapësirën bashkëshqiptare e Mëxher. Një gjë të tillë konfirmon edhe ish gazetari e analisti i sportit Fehmi Sulejmani, i cili ka përcjellur nga afër rrjedhën e këtij derbi që nga pas lufta e këtej prej kur arriti jehona dhe namin që tash më gëzon. Ky derbi është një prej derbeve më të njohur në Ballkan, që është veçuar edhe vazhdon ta ketë këtë traditë, sepse ashtu siç edhe ju e përshkruat, më shumë se një javë ka që gjithë qyteti jeton për këtë derbi, duke fillu nga moshatarët më të rinj, nga nxënësit e deri te ata më të vjetrit, që nga bankat shkollore e deri në për kafeteritë dhe rrugë kudo flitet dhe përflitet për këtë derbi, i cili me të vërtet e karakterizon qytetin e Gjilanit si një nga qytetet që e don dhe jeton për futbollin. Si gjithmonë pres që shikueshmëria do të jetë rekorde dhe me një koreografi të jashtëzakonshme, ndonë se unë nuk kam informata për këtë, po muj me parandi dhe me parapo, sepse gjithmonë këta kanë ditë me ju tregu, jo vetëm qytetit Gjilanit, por edhe më larg se si bëhet një koreografi dhe një tifozërllak i zjarrt kur është në pyetje derbi i këtij qyteti. Derisa emocionet e derbit lokal Savine shtohen, tifozëritë e 2 skuadrave në heshtë janë duke u përgatitur me koreografi transparente e risi të tjera, të cilat do të përcjellin këtë ndeshje të shumëpritur, e cila zhvillohet të dielën më 26 shkurt me fillim në ora 13. Këtë ditë mbasi të gjitha rrugët do të kenë një destinacion, stadiumin e qytetit të Gjilanit, ku pritet thyerja e rekordit të gjitha rekordeve sa i përket shikueshmërisë. Aq më parë pasi skuadrat tashmë janë përforcuar dhe konsoliduar edhe me organizimet e tyre të brendshme.